Fetoshi, i cili është avokat i të akuzuar e progresin. Zoti Fetoshi, faleminderit shumë për kohën për të inkuadruar drejt për drejt në emisionin Kampionat. Faleminderit edhe për ju, Lori. Faleminderit për ju dhe për gjithë mysafirët në studio. Shumë faleminderit. Besoj që na përcollet deri më tani, po cila është pikpamja dhe çfarë ka ndodhur pikërisht në këtë ndeshje. Unë përpos që ti avokat, unë e di që ti ke qenë edhe prezent në këtë takim për ta përcjellë nga afër këtë ndeshje. Po, Lorik, unë kam qenë edhe prezent se dhe unë e kam djalin aty te Arsenali U15. Po. Ky rast që ka ndodhur ndërmjet ndeshjes Arsenal Fush Kosova U15, ku prindi është futur në fush. Fillimisht ju sqarojmë se prindi në fjalë ka shpreh keqardhje për këtë incident dhe ka kërkuar falje edhe gjatë deklarimit në polici, e po ashtu edhe unë publikisht tu kërkoj falje në emër të prindit, i kërkojmë falje familjes së Belginit vetë dhe gjithë opinionit për këtë incident të ndodhur. Mirë po njëherit dua të sqaroj se ky incident nuk ka pas asnjë lloj motivi etnik apo racor dhe nuk ka qenë i planifikuar, por ky ka ndodhur në një rast në momente emocionale dhe instiktive nga prindi që është futur në fush. Sa i përket aspektit ligjor, organet e drejtësisë janë duke kryer punën e tyre dhe në këtë drejtim nuk mund të shohemi më shumë. Po, mirë po sa i përket aspektit medial dhe publikut,